Këtë të hënë zhvillohet mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme ndaj zëvendës kryeministres, njëherësh ministres infrastrukturës Belinda Balluku, e cila është pezulluar nga detyra. Në kryesinë e kuvendit kanë mbërritur kreu i SPAK-ut Klodian Braho së bashku me prokurorët e çështjes Dritan Prençi dhe Dorina Beko, si dhe antarët e Këshillit. SPAK synon heqjen e imunitetit parlamentar, një hap që do t'i hapte rrugë kërkesës për masa më të ashpra sigurie. Pak ditë më parë gjykata kushtetuese me votim të ndarë 4-4 la në fuqi vendimin për pezullimin e ministres nga detyra. Balluku po hetohet nga SPAK për dyshime mbi shkeljet e barazisë në tenderin e tunelit të Llogaras dhe në disa lote të Unazës së Madhe. Ndërkohë Partia Socialiste ka propozuar ndryshime në kodin e procedurës penale, të cilat kërkojnë 84 vota për t'u miratuar. Nisma synon të kufizojë mundësinë e pezullimit nga detyra për disa funksionar të lartë shtetëror, përfshirë presidentin, kryeministrin, ministrat dhe drejtues të institucioneve të pavarura. Kryeministri Rama e ka cilësuar vendimin për pezullimin e një ministri si të pajustifikueshëm, duke theksuar se prek funksionin dhe jo individin. Seanca plenare ku pritet të diskutohet raporti për imunitetin është parashikuar të mbahet në 5 mars, ndërsa vendimi i kuvendit do të jetë përcaktues për hapat e mëtejshëm të SPAK në këtë çështje.